Përshëndetje të dashur nxënës. Fillojmë me mësimin në distancë për shkak të gjendjes së krijuar në kohën e pandemisë COVID-19, që t'ju ndihmojmë juve. Ne kemi përgatitur një sit mësimore nga lënda e matematikës. Unë për sot kam përgatitur nga klasa e 8 nga lënda e matematikës mësimin për javën e 6, zgjidhja e barazimeve. Për të zgjedhur një barazim, ekzistojnë disa mënyra, mirë po ne sot do të flasim o zgjidhjen e barazimeve me mendimin e makinës funksionale. Mësimi është në libër në faqe 66 dhe 67. Më thënë, do të flasim se si zgjidhet barazimi me makinën funksionale. Për shembull, çfarë është barazimi? Barazimi është pohim matematikor me cilin tregohet një lloj barazie e dy shprehjeve algebrike. Barazimi 2x plus 5, barazimi 19, do të thotë se nëse nisesh nga numri x, e shëmzon me 2 dhe pastaj shton 5, do ta fitosh numrin 19. Nëse vërejmë me makinën funksionale, do ta shohim si e kemi në fotografinë vijuese. Do të thënë, nisemi nga x, shëmzojmë me 2 dhe shtojmë numrin 5, thot fitojmë numrin 19. Tani që të caktojmë zgjidhjen e këtij barazimi, do të marrim makinën inverse funksionale për këtë makinë funksionale. Me thënë, makina inverse do të thotë të gjejmë vlerën e panjohures x për të cilën që ta zgjidhim një barazim, do të thotë të zgjidhim vlerën e panjohures x për të cilën barazimi kalon në barazim të saktë. Për këtë arsye shfrytëzojmë operacionet inverse. Do të thotë, operacion invers i shëmzimit është pjesëtimi me 2, ndërsa operacion invers i mbledhjes me 5 është zbritja me 5. Dhe tash nisemi. Numrit 19 duhet t'i zbresim 5, fitojmë numrin 14. Tani, numrin 14 do ta pjesëtojmë me 2, për arsye se operacioni invers i shëmzimit me 2 është pjesëtimi me 2, dhe fitojmë 7, që do të thotë se x barazime 7 ose zgjidhje e këtij barazimi. Është me të vërtetë nëse bëjmë provën. 2 herë 7 bën 14 plus 5 bën 19. Çojmë një shembull. Shembulli 1, i cili thot, shfrytëzo makinën funksionale për të zgjidhur barazimin 4x minus 3 barazime 41. Pra, makina funksionale për këtë barazim është x-i e shëmzojmë me 4 dhe i zbresim 3, që fitohet 41. Tani, për të zgjedhur këtë barazim marrim makinën inverse funksionale, e cila është numri 41, i shtojmë 3 dhe fitojmë numrin 44. Numrin 24 e pjesëtojmë me 4 dhe fitojmë 11. Pra, zgjidhja është x barazime 11. Nëse bëjmë provën, do të shohim se 4 herë 11 minus 3. 4 herë 11 bëjnë 24, minus 3 bëjnë 21. Pra, përfundojmë se x barazime 11 është zgjidhje e këtij barazimi. Çojmë shembulli 2. Thot, shfrytëzo makinën funksionale për të zgjidhur barazimin 3x minus 2 thje për 5, barazime 8. E tani, makina funksionale për këtë barazim do të jetë numrin x e shëmzojmë me 3, dhe më thënë, nisemi nga x-i, e shëmzojmë me 3, zbresim 5 dhe pjesëtojmë zbresim 2, dhe pjesëtojmë me 5, dhe fitohet numri 8. Tani, makina inverse e këtij barazimi do të jetë makina inverse funksionale do të jetë numri 8 shëmzojmë me 5, pasi operacion invers i pjesëtimit me 5 është shëmzimi me 5, fitojmë numrin 20. Numri 20 i shtojmë 2 dhe fitojmë numrin 22. Dhe në fund, numrin 22 tani operacioni invers i shëmzimit me 3 është pjesëtimi me 3, e pjesëtojmë me 3 dhe fitojmë numrin 14. Pra, x barazime 14 është zgjidhje e këtij barazimi. Tani, që të vërejmë se e kemi në rregull, bëjmë provën.
Prova do të jetë 3 herë 14 minus d, thje për 5, 3 herë 14 bëjnë 20d minus d bëjnë 3 për 5, 20d minus d bëjnë 20, thje për 5 është e barabartë me 8. Shpresoj se me këta dy shembuj, unë sadopak ju kam ndihmuar në njësinë e re mësimore për javën e 6, që është zgjidhja e barazimit me mendimin e makinës funksionale. Juve tani ju mbetet për detyrë shtëpie. Në librin në faqe 67 dhe 68 keni detyrat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Pra në faqen 67 keni detyrën 1 A, B, C dhe C, ndërsa në faqen 68 keni detyrat të cilat mendimin e makinës funksionale ju do t'i zgjidhni barazimet. Në detyrën e parë keni të dhënë makinën funksionale, vetëm të gjeni makinat inverse funksionale të tyre, kurse në detyrën e 2, 3, 4 dhe 5, 5 dhe 6, mendimin e makinës funksionale ju do të zgjidhni barazimet. Ju faleminderit për vëmendjen, shpresoj se sadopak në këtë gjendje pandemie ju kam ndihmuar me këtë njësi mësimore. Ju përshëndes dhe kalofshi bukur.